Amin. Perëndia është Zoti dhe është ai ndër ne, I bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. O shënikollë I hierarku I Zotit, nxito dhe janë ndihmone të mjerët, se nga mëkatet jemi të rrethuar çdo ditë. Lutju nxehtësisht për ne të gjithë, njeri dashës I Zotit Krisht, sepse po të falemi dhe thërresim me besë. Nga çdo rrezik e pikëllim na mbron, nga çdo sëmundje çlirona të gjithëve. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, kanoni besës dhe ikone butësisë, mësonjë si përkores drite përpara besnikëve, me të vërtetën e punëve, prandaj fitove me përullësinë. Të larta dhe varfërinë të pasurat, ati lavdëruar peshkopshën kot, lutju Zotit Krisht Perëndi, të shpëtojë shpirtet tona. Tani e për herën e jetët e jetëve, amin. Do t'i lëqitim fort kudo virgjëreshe, çuditë tua do të themi pa denjë, se po të mos na kishe dalë ti mbrojtëse, si do të shpëtonim vallën e prej kaq shumë rrezikesh, kush do të na ruante, gjermë tani të lirë, prej teje pras largohemi as pak, gjithë besimtarët shpëtojnë nga vuajtje. Shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, lutjet e tua shënikollatin, kur ja drejton Perëndis, na largon pësimet dhe shpërndan zore të zezë, shpirtra tanë I gëzon, dhe bekon besimtarët me mrekullit të që bën për ne, ndaj dhe po të lutemi me besim. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, stuj pësimesh e rrethon dhe mundon që shpirtin tim e tërbim, ty po të kërkojmë dhe të lutemi gjithnjë, o shënikollati, në liman të shpëtimi drejtoj shpirtrat e njerëzve, që të lëvdojmë me zë të maj. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, bashkë banues me apostujt jetani dhe me shenjtorët toat, me lavdinore, je I mbushur shënikollikonën të ndenderoj, dhe të lutim për erët tek Zoti Krisht, ndërmjeto për ne, që të na shpëtojë nga çdo rrezik. Tani e për herën në jetët të jetëve, amin. Në gjirin tënd të rëshenjtë e vajtet I Zotin Jesu Perëndi, zjarin në palëndshëm, dhe të lutemi me besë të na shpëtosh dhe na shlirosh, nga gjena dhe ferionën e shenjtë ylindësem, ty po të kërkojmë me përgjërim. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, të gjithë po të lavdërojmë dhe të nderojmë, o shënikoll, na jep tani paqen e bekuar, edhe lutu për ne gjithnjë. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne,
ta bëj, e ja shëroj gjysmëmundjet tona, po të lutemi ati. Lavdi Atit të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, shpëtona o shëniko, nga gjithë pasionet që na rrethojnë, nga çdo tundim dhe rrezik i hidhur, dhe me lutje ti na shpëto. Amije për erën në jetët të jetëve, amin, të kemi lindëse, mbrojtje në jetë dhe çdo rrezik, mur të pathyeshëm në çdo kohë, dhe për krahës e në shtrëngim. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, shumë sëmundje që më mundojnë, dhe nga gjithë mëkatet që po më torturojnë, ti shpëto më shpejt o shëniko, edhe lutju Zotit për të gjithën e. Shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, të pafajshmi ti për krah, nga mëkati vrasës i ruan gjithë të rinj, për të gjithën e ti ndërmjeto, nga feri për jetë që me jana shpëto. Lavdi Atit të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, kritikona me dashuri, kur në neglizhencë dhe mjerim jetojnë, e ja lutu për ne shënikon, udhën e pendimit e ja na mëson. Amije për erën në jetët të jetëve, amin, nga çdo ndotje pastron na ti, dhe nga vdekja idhur na ruaj na shpëto. Virgjëreshe dhe i lindëse, ti që linde jetën e të vdekurve. Shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, me dëshire të zjarrtë, gjitesh për tek Zoti Krisht dhe Perëndi qellor, dhe me shpirt të shenjtë, mrekullit të mëdha ti po bën për ne, shënikolli lumur, sëmundjet letë sona neve, edhe vuajtje tona na qetëson. Shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, liftërin të gëzojnë, edhe besimtarët këndojnë me ngazëllim, në të kremtë tënde dhe shijojnë mrekullitë që bën për ne. Ty po të kremtojmë me këngët ty, të lavdërojmë, o mburojë e fortë e njerëzve. Lavdi Atit të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, po shkëlqendrit hynore, edhe në parajsë gëzohet ky shpirti, dhe pemën e jetës, të fituar nga Zoti po e shijon, Atit të rëlumur, që po shijon bashkë me shenjtorët, ti na mbro dhe shpëton nga çdo hidhëri. Anije për erën në jetët të jetëve, amin, më përkrah virgjëreshe, se tek ti e vëtër shpresën e shpirtit tim, edhe ty të lutem, mos më lër që të mbytem në hidhërim. Jep më dorën tënde, si që shpëtoi Krishti Petron, ti shpëto më me hirin e birit tënd. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, nga çdo stujim, të mos mbytemi ndihmo, dhe drejton na shënikoll ati lumur, si kapiten komandon anijen, që në limanin e paqes së Zotit Krisht, të shkojmë edhe të mbërrim, ndërmjetoj hierar për të gjithën e. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, na jep
sepse I do që të gjithë besimtarët nga pikëllimet dhe vuajtjet na shpëtoj, o shëni kollën ndërmjeto, pra në Zotit Jesu të na mëshiroj. Lavdiatit të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si mbrojtje nga vdekja të pafajshmit, po kështu dhe ne na mbroti o atë. Në çdo rrethande së mundje shpëtona, me ndërmjetimet e tua o shëniko, përpara Zotit Jesu Krisht, se me madhe nderojmë kujtimin tënd. Mirë për erën e jetët të jetëve, amin. Lindëse, ty të lutemi tani, mos në rëll të flemë gjumin e vdekjes, e janë nasjoj edhe mbrona për erën, dhe udhëheq që se bëu për ne të gjithë, bëj lutje pra në birit tënd, të jetojmë pas vullnetit të Perëndis. Shiko në ti, me mirësi o shënikolla ti lumur, largo nga shpirtra tanë çdo pësime dhe idhërim, me lutjet e tua drejtuar Perëndisë. Lindëse, liqëm në ditët e fundit tani ke lindur, shpëtimtari Zotin Jesu dhe fjalën çuditërisht, për ne lutju me guximin e nënës. Amin. Me mrekullit e tua o shënjikon, I gazëllove gjithë zemrat e njerëzve, largovi këllimet e idhërimeve, dhe ish na barën e gjithë rreziqeve, o mbrojtër si nxehtën për gjithë ne. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit Shenjtë, me ndërmjetimet e hierarkut, o mëshirë plotë, suaj mëkatet e mia të shumta. Tani e për erën në jetët të jetëve, amin. Me ndërmjetimet e lindëses, o mëshirë plotë, shuaj mëkatet e mia të shumta. Për të dhyes për të lëmë o Perëndim, sipas përdëlimit të madh, dhe sipas zemshurive të tua të shumta, shuaje pa udhësinë time, jetën time që të gjithë, me pa kujdesje çova, dhe arrita gjerë në fund, frika caki mjerë pa fryt dhe pa liri, çdo veprim dhe çdo mëkat, vuajtje më sjellin, edhe varët që nuk mbahen dot, na mbaj o Zoti Krisht, me mëshirën tënde si Perëndim, bekim na jep edhe shpëtim, preje dhe ndjesë të fajeve, nëna që të lindi dhe shënikolla luten që të dy, dhe ndërmjetojnë në përgjithën e përdjesën e fajeve.
vrapon drejteje, nuk largohet i turpëruar i lindëse, virgjëre shekulluar, të lotet për irin ynor dhe merr dhuratën, sipas kërkesës të drejtoj tek ty. Ti je gëzimi të mërziturve dhe shërimi të sëmurëve, o ylindëse virgjëreshëm, shpëtoje qytetin dhe popullin tënd, o paqja e luftonjësve, o qetësimi të munduarve, dhe mbrojtja e vetme e besnikëve. Shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, udhë rrëfyes për anije, edhe mbrojtësi të vejave o atë. Për jetimat jestre pasuri për të varfri, ndaj ndërmjetosën i kohë të shpëtojmë nga rreziqe. Shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, vepra dhe mrekullit të shumta, si në det edhe në tokë bëno atë. Ti ndihmoj ata që janë në shtrëngime, në çdo sëmundje dhe rrezik, sa të lutem plot me besë. Lavdiatit e birit dhe shpirtit të shenjtë, mjek në sëmundje dhe rreziqe, gjithnjë shfaqeshëm Nikolo ati lumur, ndaj shëromë dhe shpirtin tim nga çdo sëmundje, edhe shëndetin më dhuro, edhe lutu për të gjithë. Tani e për erë në jetët e jetëve, amin. Duart e tua virgjëreshe, zjatja Zotit edhe mbretit të mëshirshëm, nga sëmundjet edhe rreziqet na shpëtoje, me ndërmjetimin tënd të fortë, po të lutem miq mirona. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, nga gjithë undimet që shpirtrat tanë në mundojnë, Shën Nikollin na mbrojt dhe shpëtona, zgjidhje jepna neve dhe lutu për të gjithë. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, lavdi qellore, ti po shijon i lumur në oborret e Zotit o atë, ne që të himnojmë shpëtona dhe ndihmona. Lavdiatit të birit dhe shpirtit të shenjtë, o ati ndriqë me dritën e perëndishme, driti shpirtrat e errët të njerëzve, mjekullën në zymë të shpërndaje që të gjithë. Tani e për erë në jetët e jetëve, amin. O bie fortë, që lindet të plot fuqishmin, shpëtimtar dhe shpengues të botës, ndihmë të kërkojmë anën në virgjëreshe. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, o Shën Nikolli lumur dhe ti mrekullive, dhe i virtyteve je për të gjithë ne, prandaj krijesa gëzohet dhe mbrojtës ty të njeh. O shenjti Perëndisë ndërmjeto për ne, Nikolli të lumur, nxirrni nga rreziqet
qetë, gjithë besimtarët e tu që të lavdërojnë, si imituesi Zotit dhe shpëtimtarit tonë. Lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ushqena me qellore ditynore ebna, ose Nikola ti lumure i jerar, nga mbro për erë dhe ruaj të gjithë lutësi. Tani e për erë në jetët të jetëve, amin. I lindës e shenjtë, shpirtin tim të mjerë, ti ma shiro nga mëkatet dhe ma shpëto, dhe pjesëtar të parajsës më bëj me hierin të. Ti meriton me të vërtetë të lumërojmë ty lindëse, gjithmonë të lumurën dhe të përmbikuluarën dhe mëmën e Perëndisë tonë, më të nderuarën se kerubimet, dhe më të lavdëruarën pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar linde fjalë Perëndim, me të vërtetë y lindëse, ty të madhërojmë. Shën Nikoll i lumur të lutemi, ruajtës e mbrojtës në rrezik e vështirësin, ruajna për erën në dete dhe në tokë, se ty po të kërkojmë ndihmë dhe ndërmjetim. Zoti famshëm në retërit, vend banimi pastër, i Trinisës së të rëshënjtë, mbrojtës për besnikët, edhe ata që huajnë, vendimë edhe streë, je për të gjithën. Ty të kemi mjek të sëmundjeve, shpëtimtar në ngasje, dhe për krahas për çdo mjetim, pasuron të varfër në deçëton lundrues, gëzon të idhëruar i urtë, o shën Nikoll. Gjithë të veja dhe çdo jetim, dhe ushqen të varfër të munduarit pasuron, robërit sklirove shpëton dhe lundërtarët, o shën Nikoll i lumur, lutu për gjithën. Forca angjëllore mbi qelë dhe, o Ioanni shenjtë, 12 që n'apostuj, të gjithë shenjtorët me zonjë virgjëreshët, të gjithë ndërmjetoni që të shpëtohemi. Mbrojtje edhe ndërmjetim nga ty kërkojmë të gjithë, se demonët i largon pasionet e rënda, ti i e dhe
Në ne Zot